Fishta e Lezhës u kthye në një qendër festive me organizimin e një eventi të veçantë, kampionati i vezës së Pashkës. Banorët e zonës dhe jo vetëm u bën pjesë e këtij aktiviteti plot ngjyra, lojra dhe atmosferë festive. Garat u zhvilluan me shumë emocion dhe entuziazëm, ndërsa fituesit u shpërblyen me dhurata të ndryshme. Çmimi i parë ishte 500 euro, ndërsa çmimi i dytë dhe i tretë me nga 2 shporta me produkte tradicionale. Për pjesëmarrësit, çmimi më i madh ishte gëzimi i ndarë me njëri tjetrin. Ky është një aktivitet mjaft i lezetshëm, i bukur, sidomos vjen edhe në ditën e Pashkëve, që është një fest mjaft e madhe për ne besimtarët katolik. Kjo gjë më duk shumë e mirë për njerëzit që deshin me lut. Jam shumë i kënaqur, kjo është një gjë shumë simbolike, shumë e bukur, shumë e mirë. Organizatori i eventit, Altin Prenga, shpreson se sfida e çukitjes së vezëve të kthehet në traditë të përvitshme. Kjo lind si ëndra fëminore, sepse kur kena qenë të vegjël historikisht kena luajt përpara kisht ose nëpër shtëpia, kush fitote me vezën duhet thy. Dhe thash ta kthejmë në kampionat dhe shpresojmë që vitin që vjen do të mushet livalli plot. Aktivitetet të tilla sipas vendasve promovojnë edhe më shumë kulturën lokale dhe tërheqin më shumë vizitor në fshatin Fisht.